2 ditë rreshje intensive, era të forta dhe përmbytje kanë përfshirë një pjesë të madhe të territorit francez, duke lënë pas pasojë të rënda njerëzore dhe materiale. Viktima më e fundit ishte një 84 vjeçar në jug-perëndim të vendit, zona që aktualisht ndodhet në alarm të kuq për shkak të daljes nga shtrati të Garonne. Sipas mediave vendse, i moshuari humbi jetën si pasojë e situatës së krijuar nga përmbytjet. Më herët një shofer kamioni 55 vjeç kishte ndërruar jetë në rajonin e Lendës pasi një deg pemi e rrëzuar nga era goditi mjetin e tij dhe shkaktoi aksident fatal. Bilanci i emergjencave përfshin gjithashtu disa të plagosur dhe mbi 20 me dëmtime më të lehta. Shërbimet e shpëtimit kanë ndërhyrë mijëra herë për evakuime, pastrime rrugësh dhe ndihmë për banorët e bllokuar. Vetëm gjatë 48 orëve të fundit janë regjistruar rreth 4500 operacione me ekipet e emergjencës, ndërsa erat kanë arritur shpejtësi deri në 160 km/h përgjatë Bregdetit të Atlantikut, duke shkaktuar dëme në banesa, rrjete elektrike dhe infrastrukturë. Situata energjetike mbetet problematike pasi qendra mira familje kanë mbetur pa furnizime me energji. Operatorët po punojnë për rikthimin e linjave, por kushtet e vështira atmosferike po e ngadalsojnë procesin. Pasojat e stuhisë janë nder edhe për te kufijeve francez. Në Spanjë, një 46 vjeçar humbi jetën kur çatia e banesës së saj u shemb nga era e fortë. Meteorologët paralajmërojnë se Nils po zhvendosej drejt lindjes së kontinentit, duke mbajtur në gatishmëri autoritetet në disa shtete europiane për përballimin e motit ekstrem.